duket se Bashkimi Evropian me ato para mbrapat e tij që në të vërtet reflektojnë ritmin e zhvillimit dhe plotësimit të standardeve të Shqipërisë në përputhje me zhvillimet gjeopolitike, mund të themi se gjërat janë okay. Nga pikpamja praktike mbetet shumë për të verifikuar dhe për të parë, sepse ne jemi të gjithë dëshmitar të një situate me të vërtetë as pak të kënaqshme nga pikpamja e standardeve demokratike, nga pikpamja e luftës kundër krimit dhe korrupsionit, nga pikpamja e shtetit ligjor, dhe unë gjithmonë në mendimet e mia, në gjykimet e mia, e kam parë Bashkimin Evropian jo si një trofe politike për klasën politike në fuqi ose për establishment, por e kam pasur si një realizim standardesh për popullin shqiptar. E parë në këtë këndvështrim, mirë, formalisht jemi në rregull, por praktikisht nuk jemi fare në rregull. Ku nuk jemi në rregull sipas jush? Nëse flasim në këtë fazë, kemi parasysh që Nuk flasim në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ju keni gjysmën e qeverisë në SPAK. Keni një SPAK i cili përpiqet bëjë më, por që është i bllokuar, i shantazhuar. Pra shteti ligjor nuk funksionon. Nëse ne edhe këtë nuk e themi, atëherë e vëm dyshim këtë që po them atëherë. Ase unë shikoj gjëra gabim. Po unë kështu i shikoj. Nga pikpamja ekonomike, po shikojmë gjithmonë më shumë që standardet nuk po ecin aty ku duhet, domethënë ju shikoni më shumë një lloj polarizimi ekonomik i cili bazohet më shumë në afera se sa në një zhvillim ekonomik normal. Njerëzit, ju vetë po shikoni, largohen nga Shqipëria sepse nuk shikojnë perspektivë, dhe kjo është me të vërtetë shqetësimi më i madh për kombin, jo vetëm për Shqipërinë si Shqipëri. Kështu që në këtë lloj aspekti, okay, nga pikpamja formale, Bashkimi Evropian do ta përdorim politikisht, por vetëm një gjë duhet të dimë që për momentin jemi këtu, por shumë shpejt gjërat do të kenë ndryshime të tilla që mase kjo që po bëjmë sot dhe që po e quajmë si trofe, nesër do të na mbierë mbi kokë. Për ta shpjeguar pak më shumë këtë që ju thoni, ndoshta lidhet me faktin që ajo se çfarë po ndodh është në arenën gjeopolitike, po jep më shumë plus Shqipërisë